Bjeshka e Brodit në qytetin e Dragashit, e cila bën pjesë në bjeshkët e Sharrit, përveç pamjeve të bukura në stinën e verës, dimrit ofron edhe një terren të skijimit i cili është përpunuar e përshtatur nga një biznes privat aty. Pikërisht në terren të skijimit gjendet një shtëpi e cila ishte ndërtuar diku në vitin 1985 dhe i përkiste shoqatës krajinore të Gjuetisë. Pas luftës së fundit në Kosovë, kjo shtëpi u shfrytëzua nga gjyqtarët e kësaj komune të mbledhur në shoqatën e gjahtarëve të quajtur Dhia e Egër. Nga viti 2010, kjo shtëpi filloi të shfrytëzohej nga Nait Hasani, ish deputet i PDK-s dhe ish ambasador i Kosovës në Shqipëri. Aktualisht ka mbledhur votat për një mandat të ri si deputet nga radhët e PDK-s në zgjedhjet e 9 shkurtit. Hasani mori leje për ta shfrytëzuar këtë parcel për 5 vjet. Agjencia e Pyjeve në Kosovë në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë i kishte lëshuar leje për ta shfrytëzuar këtë objekt nga viti 2010 deri në vitin 2015. Sipas kësaj agjencie dhe korrespondencave zyrtare me institucione tjera, Nait Hasani aktualisht nuk ka leje për ta shfrytëzuar. Por vet Hasani e thot të kundërtën. Madje tregon se në shfrytëzim e mori shumë më herët se sa leja që Agjencia e Pyjeve thot t'ja ketë lëshuar. Jam unë shfrytëzuesi, nuk është ministria, nuk është komunë, nuk është kërkush, jam unë shfrytëzuesi. Ju dash një thënë, ju jap, çka do ju bëj. Okej, e çfarë në marrë në shfrytëzim nëse të pyetëm më çipu pak? Po kam marrë moti, kam marrë ka për 2007 se kam. Kam investuar, kam investuar mbi 10.000 euro, kam investuar për me rregullu, 2 herë kam ndërkulmin, kam lymrana, kam ndryshu krejt gjithë ato çka dash. Ai nuk ka vlerë sa investim kam bërë. Po e për sa vjet e keni marrë në shfrytëzim? Ajo është pa afat, është në shfrytëzim është. Pa afat. Për kujna e keni marrë në shfrytëzim për cilë institucion? Kur e kam marrë unë në agjencionit Pyjeve. Për të kuptuar se nën kompetencat e kujt është kjo shtëpi dhe kjo parcele tokës, betimi për drejtësi hulumtimin e nisi nga komuna e Dragashit. Përmes postës elektronike, drejtori i urbanizmit në këtë komunë, Bejan Haxhi Hasan, ka thënë se në drejtorinë që ai udhëheq nuk ka asnjë kërkesë për lëshim të lejes në emër të Nait Hasanit. Shtëpiza në fshatin Brod është ndërtuar në vitet e largëta 70 të shekullit të kaluar, i njohur me emrin Shtëpi e Gjuetive, e cila tani është nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe Mexhas. Zotri Nait Hasani është shfrytëzues i asaj shtëpie që është lëshuar nga AKP. Në AKP thonë se shtëpia e gjyqtarëve në Brod nuk ka qenë regjistruar si ndërmarrje shoqërore nën administrim të AKP-s. Sipas ligjit të ri mbi pyjet, pronat e shoqërive ekonomive të gjyqtarëve kalojnë në mandat të Agjencisë Pyjore të Kosovës. Agjencia e Pyjeve, e cila gjendet nën Ministrinë e Bujqësisë, thotë: Zotri Nait Hasani ka pasur kontratë për 5 vite të lidhur në mes të Agjencisë Pyjore të Kosovës në njërin anë dhe zotri Nait Hasanit në anën tjetër, e që e njëjta kontratë ka skaduar me datën 29 mars të vitit 2015. Nga ajo kohë, pala, pra zotri Hasani, ka kërkuar vazhdimin e kësaj kontrate, por që kërkesa e tij është refuzuar me arsyen se sipërfaqja në të cilën ishte objekti tani më ka kaluar në administrimin e zonës së mbrojtur të Parkut Kombëtar Sharr. Dhe si e tillë APK nuk ka pasur kompetencë të veprimit brenda kësaj zone, kjo sipas ligjit për Parkun Kombëtar Sharr. Me hyrje në fuqi të ligjit 04L087 në 4 tek administrimi thuhet se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me vendim themelon drejtorinë për administrimin e Parkut Kombëtar Sharr në afat prej 3 muaj nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Andaj nga hyrja në fuqi e këtij ligji dhe marrja e vendimit për themelimin e drejtorisë për Parkun Kombëtar Sharr, kjo sipërfaqe është nën administrimin e kësaj drejtorie. Përfaqësues të Parkut të Mbrojtur Sharr, po ashtu përmes postës elektronike, kanë treguar se fshati Brod është të shpallur park kombëtar në fillim të vitit 2013. Objekti për të cilin u pyetën thonë se ka qenë i ndërtuar para se fshati të shpallej park kombëtar dhe është ndërtuar nga Federata e Gjahtarëve, e cila edhe tani menaxhon me të. Në lidhje me menaxhimin e këtij objekti, ju sugjerojmë që të drejtoheni te Federata e Gjahtarëve, respektivisht te Shoqata e Gjahtarëve Dhia e Egër nga Dragashi. Në Federatën e Gjahtarëve, e cila gjendet në Prishtinë, nuk kanë pranuar të prononcohen para kamere, por kanë treguar për betimi për drejtësi se ky objekt, bashkë me parcelën e tokës, asnjëherë nuk kanë qenë në shfrytëzim të Federatës që nga pas lufta, dhe çështja e lejeve për shfrytëzim të kësaj ndërtese nuk janë kompetencë e Federatës. Në arkivën e kësaj federate në Prishtinë gjendet një kërkesë të cilën Nait Hasani e ka bërë në dhjetor të vitit 2009, përmes të cilës Hasani ka kërkuar nga federata që t'ia lëshojë në shfrytëzim shtëpinë e gjahtarëve në Brod në afat prej 5 vjetëve, me mundësi vazhdimi me arsyetimin se shtëpia ka mbetur në mëshirë të kohës e fatit, e pa renovuar dhe e pa mirëmbajtur dhe afër shkatërimit.
me premtimin se do të investojnë në të për t'ia ndërruar kulmin dritaret, dyert e renovimet të tjera. Federata i është përgjigjur në fund të shkurtit të vitit 2010. Kryetari i atëhershëm i Federatës Recep Shkodra i ka thënë se shtëpia dhe sipërfaqja prej 3672 m2 në vendin e quajtur Rosha Usna, siç figuron në certifikat të pronës në zonën kadastrale në Brod të Dragashit, nuk evidentohet si pronë e paluajtshme e Federatës, por e shoqatës krahinore të gjahtarëve, respektivisht e ish ekonomisë krahinore të Gjuetisë. Prandaj, për çfarë do vendosje në lidhje me çështjen e lejes së shfrytëzimit, kjo federatë nuk është kompetente. Udhëheqësi i shoqatës së gjahtarëve Dhia e Egër në Dragash përmes telefonit për betimi për drejtësi ka thënë: Ne nuk e kemi në mbikëqyrje këtë objekt, askur nuk e kemi pasur. Tash që kemi nënshkruar kontratë me komunën e Dragashit për shfrytëzimin e objekteve të gjahtarëve, ky objekti i vjetër nuk është i përfshirë. Andaj, ne as nuk jemi pronar të saj e as nuk e dim kush e shfrytëzon. S'kemi asnjë dokument për të. Hasani, i cili nuk pranoi të intervistohej me kamerë me arsyetimin se çka po thot përmes telefonit mjafton, në bisedë sipër vë në kundërthënie deklaratat e veta. Njëherë duke thënë se ministria nuk i ka kthyer përgjigje për vazhdim të lejes së shfrytëzimit, pastaj duke thënë se lejen e ka të paafatshme, por që nuk ka dokument për të. Sepse po ashtu nga agencioni pyeteve në një përgjigje që ma ka kthyer me email, ka thënë që keni pasur shfrytëzim deri në vitin 2015, pastaj keni bërë kërkesë për vazhdim të lejes, por që akoma nuk, domethënë ata nuk i kanë kthyer përgjigje për shkak se s'ka qenë më objekti në menaxhimin e tyre. Ai është tani problem, ai është problem tjetër. Ai nuk është problem jam. Po të thotë në shfrytëzim kur nuk ka kaluar i lejes së shfrytëzimit. Jo, s'ka kaluar leja, unë kam bërë kërkesat, i kam bërë kërkesat. Po dhe kërkesat në rregull. Pas vitit 2015, cilin institucion? Po ato kanë kaluar, ato kanë ndryshuar, veti kanë ndryshuar ata, unë s'kam ndryshuar kurrë. Unë shtëpinë kam gjatje, unë jam në shfrytëzim gjatje. Unë nuk e kam ndryshuar shtëpinë as venin, as lokacionin. Ata ministrit që i lëvizin ato problemet e tyre është çështje e tyre, jo e imja. E kupton? Po, veç ministri jam ka thënë që me kur është bërë ky ligj për mbrojtjen e hapësirave kështu, kanë thënë që çaj objekt ka kaluar si pjesë e mbrojtjes së sharit, edhe më ne nuk kemi përgjigje. Prandaj kur ka kaluar zoti Hasani për me vazhdu lejen në vitin 2015, ne nuk kemi mujt ja vazhdu sepse s'ka qenë më në kompetencën tonë. Prandaj po them, atë tregon unë kam ata mos më kanë kthyer përgjigje. Unë kam shpërtim, ata mos më kanë kthyer përgjigje dhe kjo është çështja. Më të që nuk di. Po prej kujt e ke marrë në shfrytëzim? Po ata shumë të agencionit të pyeteve. Të agencionit të pyeteve. Okej. Dhe afat shfrytëzimin e ke të paafatshëm. Nuk ka afat. S'kam një afat, nuk më kanë kthyer për me pas një afat, domethënë është pa afat. A mundesh me na dërgu në ndonjë platformë komunikimi çat lejen e shfrytëzimit që i ke të paafatshëm? Në 2015 ose në 2024 jemi ndëruar. Po. Në 2024, në 2015 ose 16 kur është bërë kërkesa e vazhdimi sa e larg jemi, 9 jemi dokumentet mi pas në arkiv, hupin e lemo ministri do të më pas, ata do të më pas dokumentat. Unë s'kam dokument. Nuk mund të gjes për shkak të dosjeve që kam kallablla. Në fakt, në dokumentet e pronësisë kadastrale në Agjencinë Kadastrale të Kosovës figuron që kjo parcele tokës bashkë me shtëpinë në vitin 2017 ka kaluar në pronësitë e Republikës së Kosovës. Në përshkrim të informatave për këtë të dhënë thuhet se kjo ka ndodhur sipas vendimit të Qeverisë së Kosovës së datës 1 mars të vitit 2017 dhe vendimit të AKK së datës 16 mars të vitit 2017. E në vendimin e Qeverisë së Kosovës së datës 1 mars të vitit 2017, nën qeverisjen e Isa Mustafës thuhet se të gjitha pronat të paluajtshme të regjistruara në emër të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, përkatësisht të Republikës së Serbisë dhe të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, duke përfshirë por pa u kufizuar në organet e tyre shtetërore, administrative, ushtarake dhe ish organizatat shoqërore politike të regjistrohen në emër të Republikës së Kosovës si pronare e këtyre pronave të paluajtshme. Dhe pika 2 e këtij vendimi i kërkon Agjencisë Kadastrale të Kosovës që të bëjë regjistrimin e pronësisë së këtyre pronave sipas kërkesës së lartë përmendur. Nga Agjencia Kadastrale e Kosovës kanë deklaruar se me këto prona menaxhon direkt zyra e kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Gjitha pronat të cilat e kanë pasur ndonjë shkortesë që ka qenë përfshirë ish Jugosllavia, me çast vendimin e qeverisë e pasur kjo, kanë kaluar në anën e Republikës së Kosovës. Po faktikisht na për shkak që nuk ka pas
institucione që kanë qenë sikur thona themeluar në Jugosllavia dhe tash me shtetin tonë, edhe nuk kena regjistru përshkrimin shtetit, që mu ditë edhe në regjistër në emën kush e menaxhon ata. Edhe faktikisht sa herë ka pengesa për mënyrën e informimit se kush e menaxhon, do të thonë na falë interesit të drejtojnë tek zyra e kryeministrit, faktikisht që qeveria e Kosovës menaxhon me gjithë ato prona që shënojnë në emër të Republika e Kosovës. Edhe në rast se për shembull ajo që di unë se unë jam edhe i Qasajona, vëdim? Jam i Ansajone, ajo është shtëpia e gjyqtarëve ka qenë. Po, në Brod, afër terrenit të Sinjit. Qashtu. Edhe mendoj që kurse normale ishte me qenë nëse ka ndaj shoqat gjyqtarëve të komunës Dragashit ose të regionit Prizrenit. Kështu nuk kam informata, ama zyrtarisht menaxhon qeveria e Kosovës. Nëse duhet të bëjmë shfrytëzim, ose nëse duhet të bëjmë tona kushtimisht në tjetërsim ose diçka, do të thonë duhet me vendosë shkon vetëm përmes qeverisë Kosovës, përmes zyrës Rëmit. Menor Borovci, drejtori zyrës ligjore në zyrën e kryeministrit ka thënë përmes telefonit për betimi për drejtësi se zyra ligjore nuk merret me shqyrtimin e rasteve individuale për prona publike. Është përcaktuar që të themelohet një zyrë, njësi për prona publike që merret me pronat publike, por që akoma nuk është themeluar. Ndër të tjera, ai ka sqaruar se nuk ka kërkesa për shfrytëzim të pronave shtetërore nga persona privat, madje një gjë e tillë as nuk lejohet. Individi pronën e shtetit nuk lejohet ta shfrytëzojë sepse ato janë në interes publik dhe si të tilla jepen në shfrytëzim veç në rastet kur ka interes publik. Nuk lejohen lejet për shfrytëzime individuale, madje deri tani as nuk kanë pranuar kërkesa të ngjashme e as për rastin e Nait Hasanit, që betimi për drejtësi e kishte pyetur. Sipas Borovcit, me që njësia për shqyrtimin e kërkesave për shfrytëzimin e pronave publike akoma nuk është themeluar dhe me që në këtë drejtim ekziston një hendek, kur ka kërkesa për shqyrtim të pronave publike, ato adresohen në zyrë të kryeministrit nga ministritë e caktuara për qëllime të caktuara. Si përfundim, prona në të cilën gjendet shtëpia e gjahtarëve e ndërtuar shumë vite më parë e që aktualisht shfrytëzohet pa leje nga Nait Hasani, gjendet nën administrimin e zyrës së kryeministrit. Aty, leje për të shfrytëzuar këtë shtëpi nga Nait Hasani nuk ka. Ky i fundit vazhdon ta shfrytëzojë këtë pronë pa leje që nga viti 2015.